Atëherë ne si fermer kena shqetësim çmimin e lartë të naftës, inputet bujqësore, kena problem për mbytjen sepse na bie me miell 2 herë e në 3 herë tokat, këto janë shpenzime shumë të larta. Ndoshta në skema e subvencionit nuk funksionon, sepse pjesa më e madhe aty që na japin tokat janë jashtë shtetit, nuk ka interes sa i marrë me na dhanë dokumenta ne për të marrë subvencion, ma mirë e le tokën fare, s'merret se aq i babileta sa lek merr prej nesh. Kështu që ne kërkojmë nga shteti uljen e çmimit naftës, sepse për çudi nafta këtu nuk ka se u ngejt sa kur erdh, po u ngejt kontingjenti si ishte naftës e plenët, u ngejt kontingjenti që ishin këtu. Si duket s'ka kontroll kjo punë. Këto një të folë atje se do ngejt nafta, nrun tabelat, ku se e pam në televizor të nrun tabelat. Me fjalë ju mendoni që është abuzim? 100%, e sigur. Naftat e plenat kanë qenë këto, nuk është se erdhën sot. Kanë qenë gjendje, kanë ardhur se ato merren afër fillimit të vitit për vitin që përdoren. Nafta merret, nuk e di se sa ko përpara, po merret diçka kam gjuhë përpara. Një të folë atje, dalë në televizor të pamë në ne fillon të luj tabelat, ti ngejt ka 20, ka 20, ka ku di unë se sa në ditë. Deri tash si ka shku 2150, 2170, si mas faturave që kena marrë ne, e si mas çmime, për ne është e papërballueshme. Nuk mund ta përballojmë. Çfarë ndikimi ka konkretisht te ju? Ndikimi direkt që ka kjo luhat e çmimit te ju, si fermer? Falimentim, direkt. Falimenton, ne me bëgjë millim tokët, s'është se i millim kështu. Shkojmë atje, marrim, na kanë prit për farën, për këto inputet na kanë prit për shembull derisa të shesim në prodhim. Për naftën s'prit kush. Naftën të lek në dorë ajo se as i pik s'tjep. Ne s'mund të përballojmë kështu. Është e pamundme. Ju sa hektar tokë keni si fermer? Po diku ke 30 hektar. Po mund ta mi miell këtë vit, se besoj se mund të t'i miell. Sa është shumë e vështirë. Baj llogari hektar kaloj 1 milion lek të vjetra. E kupta. Duhen 30 milion lek me miell 30 hektar. Atëherë ne s'jena të zot me marrë kredi, sepse kredia të falimenton më keq, se do interesin banka, detyrona me marrë fëmijëve tonë, vëllezër që kena jashtë shtetit, ta shtojmë në këtë vit, ta shtojmë një vit tjetër, kështu, po në kështu nuk basen ata. Sa që i bje me marrë lekët e tij, mi futnem tokë këtu, me punu katë, i thonë. Nuk e shrap zgjidhje këtë punë, kështu që ne kërkojmë nga shteti të ndihmoj bujqësinë. Siç e ndihmojnë vendet tjera, sepse bujqësia është ajo që ne ham. Çfarë prodhohet nga toka, han njerëzit. Pa bujqësi s'ka jetë. Kështu që pos na ndihmoj shteti, ne s'kena të shpëtojmë, do ta lejmë këtë punë, ti shesim për 5 lekë, çka kena blet sa makineri bujqësore, ta lejmë. Me sipas jush skemat e subvencioneve nuk janë efikase. Nuk kanë funksionuar. Nuk funksionon. Është vështirë të mbledhësh dokumentacionin sa duhet. Dikush ta jep e merr vetë, ta jep tokën, shkoj merr, është në punë babaki, mësuesa, mbështeta, diku merr rrugën, shkoj merr në subvencion e naftës, thot merr po deshë tokën, punoj. Nuk është zgjidhje kjo. Cila do ishte zgjidhja sipas jush? Zgjidhja do ishte ose direkt nga nafta sa merr, si që ka Italia, vende tjera me ngjyrose, nuk e di, ose me fatura, ose me hektar verifikim në terren, me anë njerëzve të administratës, ku di unë se si ndoshta ata i kanë mundësit për ta verifikuar kush e ka mbjellë këtë tokë, kaq subvencionit ka. Besoj unë.
Për zotin edhe në këna maru me përmytje, me nafta shtret e me gjitha, me këtë kosën e nuk mund të bëjmë asnjë gjë. Kur dush me drezu zjetora, me drezu toka kretë, edhe ma ljonë këtë punë se ne jena të marum. Ju si fermer, sa hektar tokë punoni? Unë kam 30 hektar tokë, edhe 35. Po me këtë shpim nuk mund të bëjmë asnjë gjë. Vetëm se shkojmë grop të poshtë. E si dhe ja boni si vjetë? Si do bëjmë, se po që punë kështu, do të shesim 7 ore gjitha, e do të bëjmë një gjë tjetër, se kështu nuk mund hecim. Vetëm mitali, ke kalamet. S'ka që bëjmë. A trajtojni me naft pa akciz? Në shtetë? Me akciz. Paga se e punë, por nuk në ngre, s'ka një gjë ajo. Se pa për filës, ma? A, se pa për filshme. E pa për filshme komplet. Pa? Për zotë dhe në këna ngellë do mojë lek, ki kalamet në Itali, e ku i kena gjithënej, në kretë botën. Ata bjen një herë e dy, e zbjen mosën, ata kanë problemet të vete, halë dhe vete, e në veç ku të lem këtë punë. Për çaj mirë një lek? Për të bëjë investime. Për të bëjë investime të këtyre, vetëm për naftë burr, vetëm për naftë. Me punu tokat, vetëm për naftë me punu tokat. Ata bjen një herë, dy e trajrës, në ata kanë punë të vete, halë dhe vete, dhe në ne, të shë ku të shkibët je. Jena gati me dërzu, jena gati mu dërzu komplet. A është fitim për se bujësia në Shqipëri? Këtu ka maru bujësia. Në vene tjera ashtu përparu për ditë, këtu ka maru bujësia. Ciao, Susa.